mesazhi numër 1 i Berishës ishte nuk ka për ta rrëzuar SPAK-u Edi Ramën, atë rrëzoj vetëm unë. Ne po vendosim të vetë flijohemi politikisht në mënyrë që t'ju tregojmë ju të vërtetën historike dhe kulisat e tyre, sepse kjo është e vetmja mënyrë që ju të kuptoni dhe të shpëtoni vendin. Nuk keni për ta shpëtuar vendin. E tha Berisha sot, kishte mbledh atë popull që kishte mbledh për të çuar këtë mesazh. Kishte disa mesazhe, do të vi më pas, kishte disa mesazhe, por këtu kemi një marrëveshje. Rama Berisha në heshtje, e cila i jep mesazh amerikanëve dhe europianëve, të cilët kontrollojnë SPAK-un dhe janë të vetmit, ju a thash, mund të arrëzojnë këtë kast hajdute, dhe Edi Rama ka marrë fund. Problemi është që ata do të bëjnë tentativa. Ata do të bëjnë tentativa sepse nuk janë budallë që të mos bëjnë tentativa. Cila është tentativa e tyre? Berisha thot e rrëzoj vetëm unë Edi Ramën, do të thot Edi Rama dhe Sali Berisha janë bërë bashk që të nxjerrin amerikanët dhe europianët jashtë loje. A nxirret Amerika jashtë loje tani? E nxjerr vetëm një. Rusia me Kinën. A ka ndërmend Rusia me Kinën të përplaset me Amerikën në Ballkan? Mua nuk më dalin llogarit kështu, sepse Amerika ka nis mobilizim total në të gjithë botën. 40 ambasador i ka shkarkus Trumpi. Atje do filloj të merri. Dëgjoni me kujdes se kjo që do ju them sonte dhe në netët në vijim nuk do të pushojmë as një minutë. Do dalim dhe në shesh sa po të vi momenti. Do t'i vi momenti sheshit. Shumë shpejt. Por sheshi ka llogaritë të tjera shumë të imta, të cilat do t'ju shpjegoj në vijim. Është lojë shumë e madhe. A i pat ata që ishin shesh. Ishin të lodhë, të raskapit, më vinte të qaj kur i shihja. Shumë të lodhur, shumë të vrarë, me zemër thyme dhe i prisnin, kishin pritshmëri që Berisha me Fatmir Mediun, krahu i djath i Berishës në protest ishte Fatmir Mediu. Kuptoni? Me Vangjel Dulën. Do t'ju a them tani. S'ka një problem tjetë Vangjel Dulja, po kush problemi me Mediu? Berisha del me Fatmir Mediu në krah djathtë. Dhe krahu tjetër ishte Vangjel Dulja, me ata çunat e LSI-s. Rama dhe Berisha, miq, kanë 200 portale dhe 15 televizionet kryesore. Dëgjoni me kujdes se kjo që do të them sonte është zemra e gjithçkaje. Unë natë për natë ju shpjegoj, por sonte i dhan ata kodet dhe shpjegimi i kodeve të tyre është momenti më i rëndësishëm i lojës, që ta kuptoni ju edhe ndërkombëtarët që na ndjekin ne këtu. Berisha thot, unë me Ramën thot jemi të vetmit që mundet ta kontrollojmë lojën. Berisha i thot ndërkombëtarëve nga sheshi, nuk do ta rrëzojnë Edi Ramën SPAK-u, e rrëzon Sali Berisha. Dhe kjo do të thot automatikisht unë, Fatmir Mediu, Vangjel Dulja dhe këta që na vinë prapa, jemi marrë vesh me Edi Ramën që ne nuk do ta lejojmë SPAK-un që ta godas Edi Ramën, sepse i vetmi që mund ta godas Edi Ramën është Sali Berisha. Pse e bën Sali Berisha këtë? Berisha e bën këtë sepse bashkë me oligarkët të cilët ruajnë një kuotë me Ramën, një kuotë me Berishën, duan të nxjerrin ndërkombëtarët jashtë loje. Të vetmit
që mundet të ndihmojnë shqiptarët të shpëtojnë nga këta. Berisha nuk ka më kohë, është 81 vjeçar, dhe do shpejtoj të lërë pasardhësin e tij në parti. Pasardhësi duhet të jetë një njeri që i jep besën Berishës. Sot Berisha foli, i kërkoi besën popullit opozitar. Berisha nuk ka vetëm syrin, jo. Berisha ka akses, njerëzit e Berishës i shoh ke Grida. Njerëzit e Berishës i shoh ke Tandulaku, ke Pranvera në Vizion Plus. Njerëzit e Berishës nuk i njihni ju, unë nuk kam ç'ti bëj. Unë po ju a them natë për natë. Ju kujtoni se vetëm Qim Peka është i Berishës. Ata i kanë ndarë gjitha rolet bashkarisht njëri me tjetrin. Kuptojeni lojën, s'doni me kuptu, unë s'kam ç'ti bëj, sepse unë trut e mia nuk i vej dot ke trut e tuja, por dëgjoni me kujdes. Kodi numër 2 ishte që Berisha i shpalli luftë Turqisë, duke e fut Erdoganin bashkë me Antony Blinkenin në pankartat që do të shkonte mesazhi për jashtë. Pra i shpalli luftë Turqisë dhe duhet jetë goxha me tope të mëdha që ta përballojë luftën ndaj Turqisë. Nuk ka pse ngatëron. Berisha me Vangjel Dulen në krah dhe me LSI-n i jep mesazh Greqisë dhe Edi Ramës që e marr unë përsipër ta bëj luftën kundër Turqisë dhe Erdoganit. Erdoganit ja kemi thënë ne, s'ke punë me mbështet hajdutin Edi Rama dhe anti-shqiptarin Edi Rama dhe do t'ja themi sa t'jemi gjallë. Por vendosja e pankartave dhe ndërtimi i shenjës barazimit ndërmjet harbutëve dhe diktatorëve dhe Erdoganit me Vangjel Dule në krah është mesazh për Athinën që Berisha vazhdon t'i ketë shpresat në Athinë dhe ja dha sot sinjalin Athinës, sot kur Athina po bën gati aleancën me Kiprin dhe me Izraelin për të rrethuar Turqinë, ja dha mesazhin edhe në emër të Ramës. Mesazhi ishte i Berishës që për Athinën që jam gati të shpall luftë Turqisë nëpërmjet jush dhe jam pjesë e aleancës tuaj, vetëm më shpëtoni mua dhe Edi Ramën. Përse nuk e futi Mitsotakisin Berisha tek të njëjtat foto të pankartave në protest, siç futi Erdoganin. Unë nuk jam avokati i Erdoganit dhe s'mintereson fare Erdoganit. Sepse Erdoganit nuk i intereson fare ne populli opozitar. I interesojnë, ka thënë, vetëm interesat e Turqisë. Por Turqia është më e madhe se Erdogani. Dhe më e madhe se çdo lider i përkohshëm që kalon Turqi. Berisha me Vangjel Dule në krah, me pankartët mrapa, kishte fut tek pankartat Putinin, me kë Putini, Erdogani dhe Antony Blinken. Antony Blinken i Sorosit. Ky gjoja është kundër Sorosit dhe Erdogani që nga i Sorosit. Erdogani është lojtar 99-sh, lun me Trumpin, lun me Blinkenin, lun me Dregin, lun me Kinën, lun me Rusin, me birin e nënës. Berisha i dha sonte mesazh Athinës që unë jam gati të bëhem pjesë e luftës kundër Ankaras me ju, me Vangjel Dule në krah dhe me Fatmir Gërdecin. Dhe ku doli huq Berisha? Ku i doli Rena? Hapur. I doli Rena kur nxorën tek ekrani i protestës, na kanë përmendur, tha, në CNN, na kanë përmendur ku? Në CNN. Protestat e Berishës tek CNN-i i Sorosit. Pra këta
të cilët e kanë kontestu CNN-in si media të Sorosit, pas ka dalë sot CNN-i, nga dritarja e të cilit, dëgjoni me kujdes se është shumë e rëndësishme kjo që po ju them. Protestuesit gjoja anti-sorosian, Berisha beson se janë një tuf idiotësh ata që janë në shesh. Dhe një pjesë e tyre sigurisht që janë. Sepse të dalësh kush të thëras në shesh, është një pjesë e madhe e lojës e idiotësisë me idiotësinë e masës. Por, ne nuk e ndalojmë dot idiotësinë, sepse populli është ky që është, dhe një pjesë e popullit ka dhimbje të forta. Dhimbjet që ata kanë në gjokë se i shtyn që të dalin kushdo që thret protestën. Por ne sot po ja shpjegojmë me qetësi. CNN-i, nga dritarja e të cilit ka dalë Edi Rama dhe ka thënë Trumpi është rreziku më i madh për njerëzimin, ka dalë CNN-i dhe ka luftu, ka sulmu Belinda Ballukun dhe i ka bërë elozhe, ka përmend protestën e Sali Berishës në Tiranë. Çfarë do të thotë kjo? Kodi është i qartë dhe prezantuesi i protestës çfarë tha? Edhe pse CNN-i tha është një media e majt, ai e ka përmendur opozitën dhe e ka përmendur protestën e opozitës. Kodi është që e majta amerikane është e dakordsuar në heshtje me Edi Ramën që të koordinojë me Berishën dhe të ruajnë lojën të kontrolluar ndërmjet çiftit Rama-Berishë. Në mënyrë që Amerika e Trumpit dhe Amerika e cila është duke shtyrë sot spakun, Amerika që është duke shtyrë sot spakun, që të arrestoj hajdutët e mëdhej, të dalë nga loja ose të mbahet e frenuar. Pse? Sepse Sorosi u ka thënë që unë nuk ju mbroj dot tani. Blinkeni është pjesë e tyre. Dhe Blinkenin e kanë vënë ke pankartat me Erdoganin. Nuk kanë vënë Mitsotakisin, se Mitsotakisi i Greqisë është demokrati i madh, ndërsa Erdogani është diktator. Mohabet tjetër. Populli i Greqisë është çu gjithë kundër Mitsotakisit. Por duhet të ndajnë rolet. Ramën do ta bëjnë si luftëtar kundër Greqisë, ndërkohë që është lojtar i tyre, dhe luan edhe me Erdoganin dhe me Turqinë. Erdogani thot me mua do të luaj kushdo që të vinë pushtet dhe nuk janë ndjen fare se kush është pushtet në Tiranë, sepse kushdo që të jetë në pushtet në Tiranë do të mbajë lojën e tij. Dhe kushdo që të jetë në pushtet në Tiranë ka nevojë për Turqinë. Berisha tha e shpallun luftën, tha. I tha Ramës, ti mbaje shok, unë i shpall luftë. Ndërkohë të dy takohen në Afin. E kuptuam? Demokracia madhe në Afin. Mesazhi është i qartë. Berisha po i thot, unë jam me ju në luftën tuaj kundër Turqisë. A e mban dot Berisha këtë apo jo? Kjo punë do topet të mëdha. E din ai, i ka bërë ai llogaritë e veta sepse nuk ja bëj unë llogaritë atij. Berisha nuk vjen dot në pushtet. Në qoftë se Berisha mendon që është afër, ka ja 500 kg uranium atje në Surrel dhe është pranë programit bërthamor këtu në Shqipëri, bashkë me shefin e Surrelit, në qoftë se kanë program bërthamor, po, unë i them Berishës mos hiq dorë, vazhdo betejën tënde, sepse mundet t'ja dalësh në qoftë se ke armë bërthamore. Pa armë bërthamore, as në ëndër mos e shiko rikthimin. Rikthimi juaj
Zoti Berisha ndodh vetëm në një rast, ose në dy raste. Në qoftë se keni armë bërthamore dhe në qoftë se Amerika e humb betejën me planetin brenda 6 muajve të ardhshme të vitit 2026.